gjykatën e lartë është një skandal i madh, përveç dosjeve stok që pjesë përbërëse e këtij krimi të rënd është dhe zoti Sokor Sadushi në bashkëpunim me Delina Ficon e të tjerë, po dhe një skandal i madh e nderuar, sepse rekurset për personat që janë me mas sigurimi, të gjitha shqyrtohen në dhomë këshillimi, pra është e papranueshme, pa praninë e palëve, dhe ka raste që palët, që të cilët kanë bërë dhe rekurs, të cilët marrin në përgjithësi vendimin që rrëzohet rekursi, por nuk marrin as njoftim për datën dhe orën e gjyqit. Pra, këto janë shkelje të drejtave të njeriut, që duhet të shqetësojnë Sokor Sadushin dhe sokolët e partisë në gjykatën e lartë dhe jo të ndryshojnë ligjin sa herë që i krijohet situata e vështirë. Sepse në këtë këndvështrim, ato mbani mend se televizioni Syri ka qenë denoncuesi kryesor i Edison Memollës. Pra, e mbajtur në detyrë megjithëse kishte një vendim të shkallës parë. Dhe ndërkohë, çfarë tha kryeministri Rama? Zyrtari lart do arrestohet vetëm kur të merret vendimi i formës prerë. Pra, ndryshimin e kodit e ka bërë Edi Rama. Ta janë të gjithë shërbëtorët e tij, të cilët nuk kanë thjesht implementuesit implementuesit, po as integritetin moral për të mbajtur një qëndrim serioz, korrekt ndaj detyrës. Në këto kushte, unë po e jap lajmin fillimisht në emisionin tuaj. Unë po përgatis një kallëzim penal dhe besoj brenda disa ditësh do çoj përpara SPAK-ut kryetarin e gjykatës lartë Sokor Sadushi, pasi në këndvështrimin tim ka shkelje të rëndë të ligjit, shpërdorim detyre dhe mbi të gjitha ka ushtrim të ndikimit